5. Çdo ditë në orën 5 para kryeministrisë. Çdo ditë në orën 5. Protesta do vazhdoj. Na kanë lënë në kushte të vështira, sepse jemi në qiell të hapur. Fatmirësisht kanë mbajtur koha nga shiu politik, por gjatë ditës njerëzit qarkullojnë. Dhe kohë në mbrëmje në orën 5, çdo ditë në orën 5, është koha dhe fika e taktike para kryeministrisë. Dhe numrat po vjen rritur, dhe na ne dimë që me qendrës qytetarë do të dinë sa seriozisht e kemi, dhe me qendrës do të arrihet të krijohet energjia e duhur për të krijuar një numër të madh qytetarësh që kërkojnë dorëheqjen e këtij njeriu i cili nuk ka më legitimitet më. Ç'është kjo? Ku jemi? Pretendojmë të hyjmë në Europë, se pranor njëri kështu, jam gjithë slogane, nuk të fut njëri kështu. Ç'është, po të vjen në Europë. Qyse unë jam domethënë mbështetës i kujdo gjithë dal këtu. Kujdo gjithë dal. 1, 2, 5, 100 vjet sa dalë. Sheshi është i hapur për të tokë. Çdo grupim, çdo qytetar, çdo grup interesi, çdo njeri që është synuar e drejta, mjafton të vi këtu me hallin që ka si qytetar për të përballur me këta autokracisë paraqit. Dhe besoj është detyrë qytetare. Kështu që nuk kemi asnjë kompleks të tillë. Të vinë kush të doj, madje është detyrë të vinë. Kush e ka seriozisht luftën ndaj Edi Ramës është detyrë të jetë përballë tij. S'ka nevojë për logo, s'ka nevojë që unë jam i partisë filan, jo. Jo të na bashkojë qëllimi i madh. Qëllimi i madh është që ky vend për herë të parë në 34 vite duhet të shkojë në një palë zgjedhje të lira dhe të ndeshme për herë të parë. Dhe ajo që ne propozojmë shoqërisë është ne duhet të bëhemi gjithë bashkë për të imponuar dorëheqjen e Edi Ramës dhe një qeveri tranzitore me mandat të qartë 12 milion e përbërë nga intelektualët më të mirë brenda dhe jashtë vendit me një paketë ndryshimesh ligjore në lidhje me reformën zgjedhore dhe vendi pas 12 muajsh të shkojnë në një palë zgjedhje të lira dhe demokratike.